Shqiptarët musliman në zyrit të Zvicrës festuan Fitr Bajramin, duke shënuar përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Qindra besimtar u mblodhen që në orët e para të mëngjesit për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, të cilat nisën me faljen e namazit të sabahut dhe vijuan me ligjërata dhe lexim të Kur'anit, kushtuar kësaj dite të shenjtë. Ceremonia u drejtua nga teologu Bashkim Aliu, i cili në mesazhin e tij theksoi se Islami nuk është vetëm një përkatësi kulturore, por një mënyrë jetese që formoson ndërgjegjen, disiplinon shpirtin dhe forcon raportin e njeriut me shoqërinë. Ai bëri thirrje për afrimin sa më të madh me Zotin, duke e cilësuar këtë si rrugën e vetme drejt paqes dhe harmonisë. Fitr Bajrami në Zvicër shoqërohet edhe me pritje tradicionale dhe vizita familjare, ndërsa komuniteti organizon urime dhe aktivitete festive për besimtarët. Kjo ditë mbetet një simbol i fortë i bashkëtesës, mëshirës dhe kujdesit për njëri tjetrin, duke forcuar lidhjet brenda komunitetit shqiptar në diasporë.